Muhammad Bagher Ghalibaf, kryetari i parlamentit të Iranit, po shihet si bashkëbiseduesi i supozuarit Donald Trumpit. Në panteonin e udhëheqësve të Iranit, të reduktuar në mënyrë të pamëshirshme nga vrasjet e shenjastruara, Ghalibaf shquhet si një i mbijetuar. Por nëse presidenti amerikan shpreson se më në fund e ka gjetur udhëheqësin e ri të Iranit, ai ndoshta do të detyrohet të mendohet përsëri. Ghalibafit i mungon sofistikimi i Ali Larianit, sekretarit të mëparshëm të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, i cili her pas here u përplas dhe me udhëheqësin e mëparshëm suprem, por kishte një sër kontaktesh ndërkombëtare. Imazhi i Ghalibaf është ai një njeriu të fortë, ndoshta karakteristika e vetme tek çdo njeri që i pëlqen më shumë Trumpit. Por përpjekja e Washingtonit për të zgjedhur Ghalibafin zbulon ose një keq kuptim të sistemit politik shumë shtresor të Republikës Islamike ose një vendosmëri për ta përmbysur atë. Pushtetin e Iran historikisht i takon udhëheqësit suprem dhe Mojtaba Khamenei është zgjedhur tashmë për këtë rol nga Asambleja e Ekspertëve. Ndërsa është e vërtetë që Khamenei nuk është parë që prej zgjedhjes së tij dhe besohet se është i plagosur rënd, Irani këmbgul se ai është vendimarrësi funksional. Edhe nëse Khamenei do të vdiste, Ghalibaf ka pak pretendime si klerik dhe nuk mund të jetë një kandidat i besueshëm për të pasuar Khamenein nëse nuk zbehet më parë roli fetar i udhëheqësit suprem. Njësoj si presidenti Masud Pezeshkian, i cili u zgjodh 2 vjet më parë dhe ka edhe 2 vite të mandatit të tij për të kandiduar. Vendi i bosh që ekzistonte për postin e sekretarit të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare pas vdekjes së Larianit, është mbushur tani nga një tjetër përfaqësues i linjës së ashpër të Gardës Revolucionare Islamike, Muhammad Bagher Zolghadr. Kështu që në një afat të shkurtër, Ghalibaf mund të bëhet jo udhëheqësi formal i Iranit, por pjesë e asaj që po i ngjan gjithnjë më shumë, një leadershipi shtetëror sigurie, nëse kjo është ajo që dëshiron Trump.